Javën e ardhshme në Tiranë zhvillohet turneu I boksit profesionist me një të veçantë sepse këtë radhë konkurrojnë boksierë edhe nga Shkodra, të cilët janë debutuar për herë të parë. Me trajnerin Emiliano Cecchini, I cili po përgatit Jurgen Lazrin, një nga boksierët e tij të viteve të fundit për ta debutuar, për ta gjetur në ring për herë të parë në boksin profesionist. Po, është e vërtet. Gratë faleminderit për intervistën, fillimisht. Ne po përgatitena, po bëjmë stërvitje intensive, e cila ka filluar këtu 2 muaj përpara për këtë aktivitet. Jurgen Lazri tashmë dihet, është një nga boksierët më të mirë në Shqipëri, I cilësuar, boksieri më I mirë I vitit për 2025 për mosha 19 dhe është njëkohësisht 5 herë kampion kombëtar. Pra është vetëm 18 vjeç dhe është 5 vite rradhës I kampion kombëtar. Ka bërë një karrierë shkëlqyme deri në këtë moment në boksin olimpik dhe faktikisht ne e kena menu tash disa kohë që Jurgen Lazri të ketë debutimin e tij në boksin profesionist. Pa harru asnjëherë dhe pa lënë mas dorët as boksin olimpik, kur do të jena pjesëmarrës këtë vit kampionat evropian dhe botëror që organizohet për moshën e unë për ku të jenë Jurgen Lazri pjesëmarrës. Dhe konkretisht për boksin profesionist ne jena përgatitur për turneun Ngushti I Hekur, ku kena marrë edhe një ftesë nga promotorët e atij aktiviteti, OTR Promotion dhe njëkohësisht me ftesë të Nelson Dys, cilin gjej rastin ta falenderoj për ftesën dhe për mbështetjen që na ka dhënë për sportistat. Ne jemi përgatitur intensivisht me 2 seanca stërvitore në ditë dhe Jurgen Lazri është në formë të shkëlqyme ku do të bëjmë këtë debutim për një kundërshtar shumë të fortë, I cili vjen nga Turqia dhe neshja e tij nuk ka asnjë kompromis përveç neshjes të fortë dhe përveç fatit dhe durve të arta që ka Jurgen Lazri, asgjë tjetër nuk është në këtë duel. Sa ndeshje janë planifikuar të zhvillohen në këtë turne? Faktikisht janë shumë neshe, janë mbledhur boksierët më të mirë të Shqipërisë dhe nga Tirana dhe janë përgatitur disa çifte. Besoj që diku të bëhet duele në boksin profesionist. Mirë po na marrim pjesë edhe me 2 kampionë të tjerë kombëtar, të cilët janë perspektiva si quhen, janë vëllezërit Brian dhe Bjordi Cecchini, të cilët do të marrin pjesë në boksin olimpik, ku do të boksojnë kundër boksierëve të Tiranës. Janë si neshje hapse për vazhdu pastaj me duelet profesioniste për të jenë dhe fokusi më I lartë I atij aktiviteti. Sa po fiksohet dhe boksierët e ri Cecchini, duket që tradita në familjen Cecchini për sportin e boksit po vazhdon më së miri. Po diskutim. Në palestër na kena disa elemente ku konkretisht janë dhe si shtati kjo është edhe pak me trashëgimi kjo punë dhe vëllezërit Cecchini janë në rrugën e duhur për të vazhduar në boks dhe ne I kena angazhuar dhe aktivizuar në shumë aktivitete. Konkretisht na do të marrim pjesë dhe në Portokalli, në Porto, në muajin mars, dhe ku do të jenë pjesëmarrës Jurgen Lazri dhe Bjordi Cecchini. Me të thënë drejtën janë 2 elementa që unë besoj dhe e them me siguri që janë e ardhmja e boksit shqiptar. Duke qëndruar në familjen e Cecchini, dy vëllezër Cecchini, Emiliano dhe Klato Cecchini, ishte kampion të boksit tashmë trajner dhe brezi I ri po ju pason dhe është kënaqësi që brenda familjes stërvitin të boksierët të ri. Ashtu është faktikisht, unë du të gjej rastin falenderoj bankën I cili është shumë I përkushtuar në stërvitje dhe ai drejton gjithçka në stërvitje, unë jam linç I tij. Përveç stërvitjes munona me zjarë talenta sa më shumë, ku një nga ato është dhe brezi I arshëm Cecchini, Bjordi dhe Brian Cecchini. Faktikisht unë duhet falenderoj me një falënderim të veçantë kryetarin e bashkisë PUK, I cili na gjenet afër për marrjen e ekipit, sepse po mos ishte ai, ndoshta gjithçka më ashtu do të ishte me ne dhe nuk e dija do të ishim këto nivele. Por mbështetja e tij e pakostyme na ka bërë që ne të jena sot pretendent për aktivitete kombëtare, siç ishte kampionati kombëtar U19 ku ne u shpall me kampion PUK dhe nuk ka është një arritje shumë e madhe
për boksin. Gjithashtu edhe në këto nivele për boksin profesionist, ku ne të tentojmë për me nxjerrë boksira me emër, siç është pra Jurgen Lazi, i cili faktikisht u njeh dhe rrugën e Pashuk Gjonit, i cili ka debutuar vitin e kaluar, ku ka marrë 3 fitore dhe presim tashmë në vitin 2026 që të paktën siguroj dhe 5 ndeshje të tjera në boksin profesionist. Gjerasi që të bëjë një thirrje për sponsorat kudo që ndodhet, marrë shqiptar dhe kërkoj për tyre një mbështetje për këto boksiera. Faktikisht çdo shpenzim dhe çdo financim që hedhet në boksin profesionist është kosto për momentin, por në një darkë shumë shpejt gjithçka kthehet shumë fish më tepër, duke pas parasysh karrierën e secilit prej sportistave. Për shembull, Jurgen Lazi vjen për një karrierë në boksin olimpik që e ka zili dhe një boksier i niveleve ndërkombëtare. 5 herë kampion kombëtar. Në moshën 19 vjeçare është një pretendent shumë i fortë për në boksin profesionist. Ka një karrierë shkëlqyme dhe shumë premtuese për në boksin profesionist. Faleminderit dhe suksese, profesor. Faleminderit Zgac, duhet faleminderoj edhe ty në veçantë sepse na dinë të shpran në çdo moment dhe je një mbështetje shumë e madhe për ta sportista. Suksese. Faleminderit.